Këshilli drejtues i Federatës së Futbollit të Maqedonisë në seancën e djeshme në kuadër të kompetencave që ka shqyrtuar dhe ka miratuar disa vendime të rëndësishme në prag të fillimit të sezonit të ri 2026-2027 në ligën e parë dhe të dytë. Ndër vendimet më të rëndësishme që janë miratuar në seancën e djeshme të Këshillit drejtues janë që para fillimit të kampionatit të ri të shlyen të gjitha obligimet që kanë ndaj FFM-s. FFM-ja, siç thuhet në komunikat, disa herë ka dalë në ndihmë klubeve duke u mundsuar shlyerjen e obligimeve konform marrëveshjeve të ndërsjella, por një pjesë e klubeve nuk i kanë respektuar dinamikat e dakorduara të pagesës dhe për këtë shkak Këshilli drejtues ka vendosur se është e domosdoshme të respektohet disiplina financiare dhe trajtim të njëjtë për të gjitha klubet. Këshilli drejtues i FFM-s me qëllim për mirësimin e organizimit të futbollit në Maqedoni ka miratuar edhe sistemin e propozuar të FFM-s për rregullimin e organizimit dhe strukturës së garave në nivel kombëtar dhe rajonal në futbollin e të rriturve. Sipas propozimit të miratuar, ndarja e re territoriale e Federatës së Futbollit të Maqedonisë do të organizohet në 6 rajone. Rajonet ku më tepër gravitojnë komunat shqiptare janë rajoni 1, ku janë përfshirë të gjitha komunat e qytetit të Shkupit. Kumanova dhe Likova janë përfshirë në rajonin 2. Në rajonin e 5 janë të përfshira Ohri, Struga, Kërçova dhe në rajonin e 6 janë të përfshira komunat e Jegunovcës, Tearc, Tetov, Zhelin, Bërvenic, Bogovin, Vrapçisht, Gostivar, Mavrov dhe Rostush, Dibër dhe Qendër Zhup.